me Ballukun është, do të thosha, një çështje disi e vonuar nga ana e SPAK-ut. Nuk diskutohet sepse Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, eksponentët e opozitës kanë depozituar kallëzime të shumta ndaj zonjës Balluku, ndaj qeverisë Rama prej vitesh tashmë. Ajo është në detyrë prej shumë vitesh, një nga ministret më e gjata, dhe vargu i skandaleve që e ka shoqëruar dhe po e shoqëron është mjaft i gjatë. Por më në fund u vendos të zgjidhej një akuzë tepër e lehtë, duhet ta them për publikun që ta kuptojnë, në aspekti ligjor. Është një nga akuzat më të lehta të mundshme që mund të jepet për momentin, kjo që është ngritur nga SPAK-u ndaj zonjës Balluku si shkelja barazisë në tenderave, sepse është një dënim, le të themi, shumë minimalist. Nëse gjithmonë do shpallet fajtore, sepse kemi dhe prezumimin e pafajësisë. Akuzohet për shkeljet barazisë në tendera. Ndërkohë, në dijenin time, zonja Balluku nuk është antare e komisionit dhënies tenderave. Jo, ishte berberi me shok e kompani. Po ç'bën te zonja Balluku, sipas tyre që kanë dalë media, të paktën informacioneve, i shpërdoronte detyrën haptazi në vlerësimin tim dhe i jepte urdhra të palishëm, duke vendosur se kush do fitonte një tender apo kush do skualifikohej apo kush nuk do të merrte më tendera në Republikën e Shqipërisë për vite me radhë. Pra, këtu kemi të bëjmë qartazi me shpërdorim detyre, në rastin më të pakët, apo edhe me vepra të tjera penale, sepse duhet hetuar për çfarë arsye janë bërë këto shkelje barazie në tendera? Ku kanë shkuar parat? Ku kanë shkuar milionat e euro? Se nuk kemi të bëjmë thjesht se janë shkelur disa kritere gare dhe midis dy kandidatëve me oferta të njëjtshme, nuk fitoi ky, po fitoi ky tjetri për një aspekt teknik që nuk e ka parë, po themi një certifikim apo një dokument. Jo, këtu ka të bëjë me diferenca mjaft të madhe parash. Dhe SPAK ka detyrën minimalisht të kishte kryer kontroll banesash, të kishte kryer sekuestrim të telefonit zonjës Balluku. Nuk e di se ç'presin akoma, pse nuk e kanë bërë këtë gjë të tillë. A kanë marrë telefonat e a i kanë analizuar, a kanë gjetur bisedime, biseda, komunikime, nëpërmjet të cilëve ka ngritur një akuzë sot. Përse nuk kapin dhe anën tjetër të aspektit? Franci, një pyetje. Po gëllon një teori e vogël konspirative, korridoresh, që SPAK qëllimisht edhe e ka bërë dhe se ka bërë punën dhe mënyra se si e ka strukturuar akuzën dhe veprimtarinë e vet, është në një formë që edhe thonë që shkuan të numri 2 në detyrë, por edhe mos i krijojnë asaj pasoja. Në vlerësimin tënd juridik po ndodh kjo? Është një ekuilibër mjaft i vështirë kjo, Flavio, që ti mbash, po themi, të dyja këto linja. O është njëra, o është tjetra. Të duash ti kapësh të dy për një herë, domthonë të dy si aspekte, më kupton? Është pak delikate, sepse ka riskun të dështosh. Unë mendoj që SPAK ka hyrë në hetime dhe nuk ka më kthim mbrapa, sepse janë për publike faktet. Aty faktet janë skandaloze. Ato që janë dalin dhe teprojnë. Tashmë SPAK-ut në vlerësimin tim si jurist duhet të thellohet në hetime. Duhet të thellohet, të hyjë më thellë në hetime. Ti ballafaqoj gjërat, ti analizoj, ti marri prova të tjera, të sekuestroj, e thash edhe një herë, telefonin, komunikimet, kontrollet e banesave, gjë të cilën këta e bëjnë fare mirë për çdo qytetar tjetër me cilin kanë të bëjnë. Plus kësaj, dopjo standardi kësaj radhe, apo mënyra e trajtimit me mjaft delikatesë, do të thosha, i zëvendës kryeministrës, duket edhe në raport me eksponentët e opozitës, ta nisim që nga lideri i Partisë Demokratike, është mbajtur një vit në arrest zoti Berisha pa asnjë gjë konkrete. E kuptoni apo jo? Ndërkohë këtu vazhdohet me disa masa shtrënguese personale mjaft të lehta, dhe këtu po kemi një kundërshtim të ashpër nga majoranca, nga vetë kryeministri, i cili angazhon tashmë së fundmi edhe Këshillin e Ministrave në një procedurë përpara gjykatës kushtetuese që është absolutisht nonsens, sepse halli personal i një individi tjetër, qoftë edhe zëvendës kryeministrja apo dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, nuk mund të lidhet zgjidhshmërisht me Këshillin e Ministrave. Është diçka personale. Unë nuk mendoj që Këshilli i Ministrave të ketë legjitimitet, pra të ketë interes për të vepruar në kuptimin ligjor të fjalës, jo në kuptimin politik, që të investojë gjykata kushtetuese. Edhe duke kërkuar për më tepër pezullimin e një vendimarrje gjyqësore.
Aq më tepër atë spakut. Për çfarë është spaku atëherë? Për çfarë është ngritur? Nëse është ngritur vetëm për